Ritritet po dalin nga aktivitetet vetëm argëtuese për stafin dhe po rikthehen në diçka më të fuqishme, si motivim, mbas edhe si mbajtje e talenteve vendase. Por a ka efekte vërtet në produktivitetin e punojësve apo mbeten thjesht një trend korporativ? Këtë temë do ta flasim sot në episodin e Business Plus me trajnerin Jonel Kristo. Përshëndetje. Si jeni? Faleminderit. Faleminderit ju që jeni sot këtu me ne. Jonel, ju keni një dekadë që jeni në fushën e ofrimit të shërbimeve të retritit, me sa edhe më thatë më herët. Apo shihni retritet vetëm si trende apo keni parë me kalimin e viteve një lloj evolucioni në këtë fushë? Në qoftë se ka diçka në pjesën e zhvillimit të stafit që ka evoluar me ritme tmerrsisht të shpejta, eksponenciale pothuajse, në këto 10 vitet e fundit kanë qenë retritet. Ne diskutuam dhe bashkë, s'ka një fjalë të përshtatshme në shqip akoma për retritet, po mbledhjet e stafit jashtë konturit të kompanisë kanë kaluar një cikël shumë të shpejtë zhvillimi. Do të thonë ka qenë faza e parë që mund ta quajmë faza ignorante ose faza e paditur që se çfarë ishin këto, dhe tek pjesa e mosditjes se çfarë ishin këto përfshi edhe fakti që me pronarët e kompanive do të luftojë shumë për të justifikuar vlerën e një mbledhjeje të tillë. Interesante. E pastaj u njoh, filluaj që të njihen retritet, edhe kjo e ndikuar edhe nga informacioni që vinte nga jashtë, nga kompanitë e huaja që fillonin dhe i zhvillonin këto sepse i importonin nga mëmat e tyre nga jashtë, pra kishin pjesë të punës këtë gjë. Derisa vim në ditët e sotme që pas është bërë një must, është bërë një nga shërbimet më të kërkuara në zhvillimin e stafit. Sipas jush, bizneset përkërkojnë për të investuar më shumë në këto eksperjenca apo ka një arsye për te kësaj? Shiko, ka një arsye për te kësaj. Domethënë në si e bëjmë ne, përpara se ne të shesim një shërbim, ne bëjmë një intervistë me përfaqësuesit e kompanisë. Dhe në 99% të rasteve nevoja që ka dalë për të blerë një shërbim të tillë nuk është vetëm për të argëtuar apo vetëm për të lënë një gjurmë apo vetëm për të bërë një promovim apo diçka. Ka probleme reale mbrapa një kërkese për të bërë një retrit. Problemi kryesor është ngjizja e stafit, pra fryma e ekipit. Të gjithë kompanitë kanë kuptuar tani që nuk bëhet më puna vetëm, nuk bëhet me puna me egon e një profesionisti, me rolin me individit, po bëhet në ekip. Të bësh punë në ekip, pas ka qenë shumë e vështirë. Aq është e domosdoshme, aq është edhe e vështirë. Dhe kur ne na vijnë kërkesat për shërbime të tilla, na vijnë të justifikuara me shumë nevoja për ndryshim nga mbrapa. Nevojat për shembull kryesorja për shembull është komunikimi, e dyta është egoja, e treta është konflikti. Ka një problem shumë të madh me ndërgjegjësimin e vetes tek stafi. Dhe të jap një statistikë shumë interesante është që ti do mendoje që stafi sa më i pjekur të jetë, sa më shumë eksperiencë të jetë, do ishte më rehat në lëkurën e tij apo jo, ose në lëkurën e saj. Pra nuk do ishte origjina ai ose ajo origjina e problemit, një ekspert, një profesionist i pjekur. Ti do të mendoje që për shkak të pjekurisë të tij profesionale, të tij ose të saj, pra i lëm gjinit, nuk ka problem. Ti do mendoje që ai nuk do ishte pjesë e problemit, por pas kemi vënë re që sa më i pjekur profesionalisht, aq më shumë ego të fortë paske dhe aq më shumë jep pjesë e problemit të një fryme të dobët në ekip. Tani arsyet e këto mund t'i prekim pak më poshtë. Por vinë me kërkesa shumë specifike se si të adresojnë burimet e problemeve tek individët e caktuar, të cilat pastaj derdhen tek i gjithë ekipi. Po, interesante do të ishte ndoshta të përmendim pak disa nga problematikat që punëmarrësit adresojnë në takimet me ju. Që të thotë çfarë shohin si mangësi në stafin e tyre, pra që duan ta përmirësojnë. Shiko, teknikisht ka një proces rekrutimi të mirë, pra kur ti e zgjedh një staf nga ana teknike për të bërë punën, pra për të bërë detyrën funksionale, siç e quajmë ne rëndomë, për të bërë detyrën funksionale, që është ai përshkrimi jot drejt për drejt i punës, është okay. Ka një proces rekrutimi të dinjitoz dhe ajo mbaron. Problemi është tek pjesa soft, që ne e quajmë tek pjesa e butë e ndërmarrëdhënies mes stafit, kur ti fillon edhe fut disa konture në vend e punës, për shembull fut role, fut hierarki, fut natyra të ndryshme të komunikimit, aty fillojnë përplasje dhe në momentin që ti fillon edhe në një marrëdhënie njerëzore që është kaq e pa kontrollueshme, është kaq spontane, ti fillon dhe fut konture, aty fillon dhe problemi. Problemet kryesore për shembull janë konflikti ndërpersonal midis njerëzve. E kanë shqiptarët të? Jo, është ndërkombëtare, është globale, kjo ne mendojmë që shqiptarët mund ta kenë çik më ndryshe, mund ta kenë më crudo, po është
e njëjta po ndryshe. Pra, mund të jetë i njëjti problem që ka dhe në Hollandë, i njëjti problem e kishim dhe në Amerikë, të njëjti problem kemi patur në linjën e mesme, për shembull me klient linjës mesme kemi patur të njëjti problem. Komunikimi aty ishte, po thjesht ishte i veshur ndryshe. Pra, është supozojmë të njëjtin person që një herë vesh një këmishë blu dhe një herë vesh një këmishë të kuqe, por problemi personi i njëjtë ngelet. Pra, nuk do thotë shqiptarët, por është problemi i madh, është problemi i madh. Ty jap një statistikë interesante. Përpara vitit 2020 për shembull, kishte bërë LinkedIn një anketë globale me top 5 aftësitë soft të individëve dhe në fillim fare kishte dalë komunikimi. Mbas 5 vitesh kishte rënë komunikimi fare, nuk ishte në top 5 dhe aftësia e parë që kishte dalë në ndër profesionistë ishte inteligjenca emocionale. Që ne kemi dëgjuar kaq shumë tani na është bërë klishe, po thuajse inteligjenca emocionale, po dhe po të shikosh, elementi i parë i inteligjencës është ndërgjegjësimi vetes, pra si ti a je i ndërgjegjshëm se si ti po i del të tjerëve, a je i ndërgjegjshëm për veten se çfarë imazhi po lë të tjerët, a je i ndërgjegjshëm se çfarë efekti kanë fjalët e tua të tjerët, a je i ndërgjegjshëm çfarë ka sjellja jote, një mirëmëngjes kur po ja thua tjetrit, a je i ndërgjegjshëm si po ja thua, si po ta merr, dhe aftësia që ti ke për të njohur veten, aftësia që ti ke për të lexuar tjetrin, dhe këto dy lloje informacionesh ti bësh përballë me njëri tjetrin që ti të kesh marrëdhënie të suksesshme, shkon përtej punës. Po ja që qënga që marrëdhënia ndërpersonale, kur i aplikon në vendin e punës, pra kur fut pak element financiar, kur fut pak rol, kur fut pak hierarki, komplikohen 100 fish akoma. A keni parë juve gjatë trajnimeve tuaja diferencime të mëdha mes brezave, shumë millennial dhe Gen Z, priremi t'i krahasojmë? Po, kemi parë. Do të thënë ne kemi luksin që kur ka një kompani që shkon mosha nga 22 vjeç deri në 65 vjeç, dhe që janë pothuajse gjithë kompanitë këtë kanë, ndoshta me pak përjashtime, po këtë diapazon moshe kanë. Ke përplasje brezash, ke përplasje natyrash, e kemi vënë re këtë. Okej. Janë të dukshme, u a kanë adresuar dhe punëmarrësit apo i keni vënë re edhe vet? Po. Për shumë, mund t'ju jap ca shembuj ndoshta, pra është e qartë që diferenca ka. Do të thënë, është ajo që thuhet për brezat është e vërtet. Jo se jam un eksperti që e kam parë këtë, po e kam parë në terren. Pra duke parë diskutime, duke parë natyrën, duke parë mënyrën se si ndërveprojnë, ndryshe ndërveprojnë brezat e vjetër, ndryshe ndërveprojnë brezat e rinj. I vjetër në kuptimin e pjekurisë, jo i vjetër në moshë se diçka, po në eksperiencë, ndryshe ndërveprojnë ata. Për shembull, mënyrën se si motivohen e kanë ndryshe, mënyrën se si reagojnë ndaj të njëjtit aktivitete kanë ndryshe. Për shembull, në brezat më të pjekur mirë pritet më shumë një aktivitet formues, një aktivitet ndërtimor, një aktivitet ku rezultati është shumë i qartë. Në brezat më të rinj, mirë pritet shumë një aktivitet të cilit i mungojnë konturat e definuara mirë, pra ti i lejon që të krijojnë. Aktivitetet të cilat janë më krijuese në natyrë, mirë priten shumë herë më shumë. Aktivitetet ku ti i lejon ata të më shumë dhënie gjykimi. Për shembull, më shumë kur ne lejojmë kohë për të folur, për të reflektuar, preferohen më shumë tek brezat më të rinj. Ndërsa brezat më të pjekur, brezat më me eksperiencë e preferojnë rezultatin pa fjalë. Pra kemi për shembull, po të marr një shembull të thjesht, kemi një aktivitet ne që këta ndërtojnë një makinë të Formula 1-s për masa reale. Marrin materiale dhe ndërtojnë. Është procesi ndër të cilët ne këta komunikojmë me njëri tjetrin për të qenë konform manualit që ne japim, është shumë i theksuar te brezat e vjetër, ndërsa tek brezat e rinj kemi parë që produkti final ngjan shumë pak me manualin. Fuzën element të rinj. Pyetja e parë që marrim është mund të dalim të bëjmë dizajnin ton për shembull. E kishim këtë me një kompani IT dhe pyetja e parë që na bën është që ky është manuali, okay, po mua nuk më pëlqen shumë të qëndroj asaj. Fytyra e makinës, mund ta bëj ndryshe, dhe në fakt e bën ndryshe, doli spektakël, doli shumë mirë. Dhe prandaj ne tani kur fillojmë të masim suksesin e një aktiviteti, për shembull, dhe kemi ndryshuar edhe ne indikator. Më përpara thoshim po ti je fiks me manualin, do fitosh 100 pikë. Jo, po ti je fiks me manualin fiton 50 pikë, dhe nëse dizajni jot votohet masivisht si dizajni më i përve, kështu japim kemi filluar të ne reflektojmë pak për mënyrën se si ndryshojmë. Interesante. Qëndrojmë pak te pjesa e suksesit që e përmendët, duke qenë se keni pra një kohë të konsiderueshme në treg që ofroni të shërbim. A keni parë në eksperiencën tuaj përfitime reale mbrapa dhe si i matni? Është shumë vështirë të masësh efektin e një aktiviteti të tillë. Ta masësh në terma sasior. Për shembull, ishte shumë e volitshme që ti thuash bëra retreatin, më solli X lek ose më solli kaq përqind zhvillime.
është pak e vështirë sepse në mënyrë në vetë psikologjinë njerëzore është vështirë të masësh ndryshimin e sjelljes. E kuptoj. Por, një tregues për shkak që më kënaq mua është që klient rikthehen. Jo se më kënaq nga ana e biznesit, po më kënaq sepse nga ana e biznesit më kënaq nuk diskutohet, por më kënaq sepse ja kam parë vlerën një aktiviteti të caktuar dhe ata më shumë se sa na rikthehen ne, rikthehen aktivitetit vet. Pra, mund mos na ktheheshin ne nëse s'do i pëlqenin, po do të paktën i rikthehen natyrës aktivitetit. Pra e kam parë të nevojshme ta blejnë prap atë shërbim. E kuptoj. Nëse dikujt nuk do i vlente, nuk besoj që do t'i kthej të riblente ditë një shërbim që nuk do i vlente. Ky është treguesi i parë. Treguesi i dytë është që kur ne bëjmë retrite të cilat kanë një frekuencë pak më të shpesh, pa jo një herë në vit, por nëse i kthehemi një të njëjtës kompani një herë në 3 muaj, një herë në 6 muaj, marrim feedback nga stafi, marrim shumë feedback nga stafi. Na përmendin, na kujtojnë gjëra që kanë ndodhur në retreat, për shembull, në retreatin e majt, thot ai mban mend të folën për kulturën korporative të Apple-it edhe se si ne mundet që ta bënim të ndryshonim diçka brenda nesh, edhe mban mend që e bëm atë. Ka kompani që kanë për shkak të retreatit kanë shtuar role në kompani, për shembull një kompani farmaceutike shtoi një antar një pozicion në board për të parë për një diskutim që ne patëm atje. Një kompani tjetër dhe kanë patur lëvizje stafi, ka patur staf që kanë ikur me dëshirë nga kompania për diçka tjetër. Pra janë në mënyrën se si organizohet aktiviteti, nëse është psikologjikisht me impakt, qofse impakti psikologjik tek kompania dhe tek stafi është i madh, ndërmerren masa, pra veprojnë njerëzit, marrin masa pas aktivitetit dhe ne këtë duam që aktiviteti të jetë vegël, ndër të cilat ata pastaj në të ardhmen ose në të ardhmen e afërt, po them, të reflektojnë që ca masa duhen marrë dhe ato masa fakt kur kthehen në punë si marrin. Për mua ky është treguesi absolut i suksesit të një eventi të tillë. Ndërsa sasior pastaj në afatgjat mund të matet me kënaqësinë e stafit, shumë kompanie masin këtë marketingun e brendshëm që shumë kompanie masin motivimin, kënaqësinë e stafit, dhe por kjo kërkon çik data afatgjate që të shohësh a janë retritet me impakt për kompaninë ose jo. E kuptoj. Ndërkohë tregu është zgjeruar, sepse ju po dëshmoni gjithnjë më tepër kompani që e kërkojnë si shërbim. Po. Çfarë tregon kjo? Për mua tregon dy gjëra. E para tregon që ndërhyrjet tipike, për shembull trajnimi, bonuse e gjëra nuk janë të mjaftueshme. Pra tregon që sistemet e deri tanishme funksionojnë, po nuk të çojnë deri në fund. Pra ato tradicionale. Tradicionalet nuk të çojnë deri në fund. Retreatet janë shtuar për shumë arsye, janë shtuar edhe si element motivues, janë shtuar edhe si aktivitet argëtues, janë shtuar edhe si po themi si për kuriozitet ne filluam si kompani trajnimi, pra pastaj evoluam në kompani për zhvillimin e frymës së ekipit, building dhe staff retreat, sepse menduam që të adresosh problemet, duhet të adresosh skillin, duhet të adresosh aftësinë tek dikush. Por që s'qen ka shumë, ti mund të jesh shumë e mirë në shumë skillet të tuat, në shumë aftësi të tuat, por mënyra se si ti ndërvepron ose bashkëvepron me kolegët e tu, mund të jetë mund të penalizojë mund të penalizojë dhe fare pa lidhje me pjesën tënde teknike profesionale. Kështu që ne evoluam pak nga trajnimet në këto. Dhe me sa duket ky pas ka qenë një element që mungonte në gjithë të gamën e ndërhyrjeve që ka një menaxher për të motivuar stafin. Kjo pjesa e reflektimit të her pas hershëm, periodik, shkëputja është një pyetje që ne marrim shpesh pse duhet të largohesh nga vendi i punës për të bërë një aktivitet të tillë, sepse logjika ty ta do që i ke probleme në punë, atëherë qëndro aty, mblidhu, flasim dhe bëjmë. Dhe shumë njerëz ne i themi që duhet të largohesh pak nga konturet që ti vet kompania të vendos, nga presioni që rolet vendosin dhe ti ikësh nga roli që të kesh mundësi të japësh opinione objektive ndaj një problemi, jo të ndikuar nga gjithaj presioni i punës. Po, edhe e përditshme që është aty. Ju ne flasim gjithnjë më tepër për stresin në vendin e punës, për burnoutin. Po. Retreati në vetvete është një mënyrë për të riparuar ndoshta një lloj mungese që ka vet kultura punës në Shqipëri. Ke bërë një pyetje shumë të mirë dhe ne marrim shumë shpesh këtë pyetje. Në retreatin shihe gjithmonë si një reminder. Pra shihe gjithmonë si ai alerti që na vjen në kalendar. Pra retreati po të bëj për ditë ku ma gjen, po dhe nuk vlen të bëhet për ditë, por në ashtu siç bëhet të thjesht na kujton që ne të bëjmë gjëra që ne xha i dim. Për shembull, nëse në një retreat ne bëjmë pak më koshient për të adresuar burnout. Pastaj menaxheri e merr si detyrë këtë që ta kujtojë në mënyrë të përditshme në ambientin e punës, të jetë pak më vigjilent në ambientin e punës kur burnouti ndodh,
të jetë më vigjilent ndaj emocioneve të njërit ose të tjetrit dhe një herë në 3 muaj ose në 6 muaj merr një reminder nga ne që shiko, tenton të harrohet kjo gjë në përditshmërinë e punës. Tenton të harrohet kurse në një aktivitet të tillë ti fillon edhe bën një reminder të gjërave që duhen. Për shembull, jam i sigurt që një menaxher e di se si ta adresoj konfliktin mes dy njerëzve ose tani mund shkosh online, shofësh më jep ca strategji për menaxhimin e konfliktit ti i merr. Problemi është të kujtoj dikush, të ngacmoj dikush nga mbrapa që shiko ata të dy kanë këtë problem, mund të adresojnë kështu dhe ti ik më pak me këtë. Të ka përditshmëria e punës dhe ti problemet i lë të mblidhen aty dhe i lë. Për shembull, problemet e trashëguara na ka dalë interesante në sistemin bankar, pothuajse në gjithë klientët, problemet e trashëguara kanë dalë si shkak i shumë konflikteve me stafin, problemet vjetra. Për probleme që s'e takojnë as ty as mua, po është një problem që i kanë pasur punonjësit e mëparshëm apo sistemi. Edhe sistemi po dhe punonjës mëparshëm. Për shembull, këtë e bëri ai kur ishte atje dhe pastaj ne na erdhi këtu dhe tash jemi si rezultat dhe konflikti jon vjen si ne fajtor fare. E kuptoj. Po që ti do shkonte mendja fare që do thotë ç'mund kam unë me atë, po ja që a ka ritrite që kanë dështuar si pjesë e një problematike që ka lindur edhe gjatë ritritit? Po, e kam të qartë, e di datën kur ka ndodhur, e di me kë ka qenë, po, e di, edhe ka dështuar për 2 arsye. E para sepse ne paragjykuam klientin, pra e paragjykuam, menduam që ata do ishin më të lirshëm në komunikim. Çfarë sektori ishte? Çfarë kompanie? Ndërtimi. Ishte ndërtimi, kishte shumë diversitet moshe, shumë diversitet ekspertizash, ishte shumë ngjyra si kompani. Ne morëm ndihmë nga jashtë, pra morëm dhe psikolog, morëm dhe facilitim ekstra mundësive tona. Pikërisht sepse menduam që do ishte pak i vështirë si rast, po me sa duket nuk e vlerësuam mirë. Nuk e vlerësuam mirë atë, e paragjykuam pak mënyrën prirjen që ata do kishin për të dalë, për të shprehur. Pra nuk krijuam një safe space, një hapësirë të sigurt për ta për të shprehur. Dhe si e tillë nuk dolën mesazhet, nuk dolën, pjesëmarrja ishte e dobët, dhe për ne ishte shumë mësim. Për shembull, po të më pyesësh kush ishte mësimi? Mësimi ishte që ne tani 2 ose 3 orët e para të gjithë aktiviteteve i organizojmë për të rritur entuziazmin dhe për të rritur besimin e frymës në grup. Pra gjithmonë 1/3 e aktivitetit tonë dhe kryesisht 1/3 e parë është për të rritur entuziazmin për të bërë ty ndjesh e sigurt me kolegët dhe me aktivitetin. Dhe kjo ka funksionuar pastaj. Dhe kjo ka funksionuar shumë mirë. Jonela, ka kompani që shpenzojnë shumë marramendse pikërisht për aktivitete të tilla? Ka. Vetëm mos e shikosi. Dhe ku shpenzojnë për shkakun për çfarë eksaktësisht që ta kuptoj dhe audienca që çfarë bëhet? Po, zakonisht këto aktivitete ndërthuren me shumë gjëra. Për shembull, një aktivitet retreat team building ndërthuret edhe me një fest, ndërthuret me një udhtim, ndërthuret me një eksperiencë kulinare, ndërthuret kur të gjitha këto mbarten bashkë, kur gjitha këto mblidhen bashkë, fatura sigurisht rritet. Po nuk do të thësh shumë marramendse, janë vërtet shumë, janë pjesë e konsiderueshme e buxhetit një kompanie, po janë investimet çfarë të njësoj si kur do të blesh të karrige sepse vjetra të rri keq, nuk e rehat, edhe ajo shihet si një investim. E kuptoj. Po që patjetër. Sa i përket kostove të marrjes së një shërbimi retreat, mund t'japim një lloj mesatare për të kuptuar pak, sepse ne jemi mësuar në fakt të dëgjojmë vitet e fundit më shumë që kompania japin një kupon palestra apo një bilet avioni, pra për të kuptuar një çik dhe se si është aktualisht. Kostot e një retreati varen nga shumë gjëra, varen nga skaleta, varen nga programi që ti dëshiron, varet nga buxheti që kërkon ta alokosh, pra mund të bëjmë një gjë shumë me impakt me një buxhet mesatar, mund të bëjmë me impakt me një buxhet të lartë, pra nga numri i personave, nga distanca nga vendi i punës, pa që do t'i kesh lart, do t'i kesh afër. Ka shumë kompani që stafin e kanë çuar në destinacione ndërkombëtare, dhe këto kushtojnë. Por një retreat të t'jap një shifër kot tani, po sepse varet nga shumë detaje, po ka që shkon nga 30 euro personi deri në 70, 200, ka patur raste 700 euro personi. E kuptoj. Por që janë kostot, jo po avioni, jo po hoteli, jo po këto, të cilat nuk janë të shërbimit. Nga këto variablat. Nuk janë të shërbimit, janë pjesë e turizmit. Jonel, pse njerëzit hapen më shumë kur janë jashtë zyrës se sa brenda? Janë konturet. Komunikojmë janë konturet, pra nëse ti heq hierarkinë, pra heq presionin e hierarkisë, nëse nga një situatë heq presionin e hierarkisë, ke hequr një barë shumë të madhe që njerëzit të flasin, por nuk mjafton. Pra duhet që ti të krijosh atë entuziazmin që njerëzit flasin, duhet të japësh arsye, duhet të japësh një shkas, duhet të krijosh një sebeb
E thon trosh do të krijosh një sebeb. Pra, hapi i parë është e parë një ti heqesh nga konteksti i hierarkisë, nga rolet, pra një shef nuk është më shef, por një shef është koleg. Këtë fjalën koleg ne kemi harru fare. Pra ne flasim shumë për vartës dhe drejtorë dhe shefa, por kur themi për koleg, flasim vetëm për ata që kemi në nivelin ton. Ndërkohë që të gjithë pjesë e një stafi janë koleg. Dhe kur thua fjalën koleg dhe këtë fjalë ja thua edhe shefit, edhe sanitarës dhe dikujt tjetër, komplet kultura pastaj fillon të ndryshon. Komplet kultura fillon të ndryshon. Kështu kur ti heq konturet të cilat ta bëjnë gogol punën, dhe hierarkia fatkeqësisht është një nga këto. Pra ky është hapi i parë, ti shkon edhe aty i harron, i largohesh nga presioni i punës. Hapi i dytë pastaj është entuziazmi, nëse ti krijon një entuziazm aty ku njerëzit në mënyrë gati trans, në mënyrë gati nirvana, ti i kalon në një gjendje ku shiko ato që kemi në punë i lëm dhe këto aktivitetet që po bëjmë këtu, dhe aktivitetet tona janë të tilla që ti ke pak ndikimin e muzikës lart, ke pak ndikimin e tonit të zërit, ke pak ndikimin e njerëzve që po të shtyn të marrësh pjesë në diçka dhe ti i harron të gjitha. Është njësoj si një distraction, si një njeri në ankth të sipër që ta qetësosh, i jep 10 distractions dhe i harron ankthi fare dhe fillon të performon. Të njëjtën gjë bëjmë edhe ne në aktivitet. Pra e para një herë largohemi nga hierarkia, e dyta krijojmë entuziazmin dhe e treta pastaj kërkojmë performojmë. Dhe në 99% të rasteve ka funksionuar shumë mirë. Dhe është natyra njerëzore e tillë, pra ti hiq konturet, rrit qefin për të bërë diçka ose motivimin, s'po e quajmë, rrit qefin për diçka dhe pastaj fillo kërko të bësh diçka. Dhe është okay, dhe është interesante. Jonel, çfarë do i thonit një punonjësi i cili do ju pohonte që mënyra më e mirë për të më kënaqur mua është thjesht një rritje page? Do thosha dy gjëra. E para njerë do jepja dhe gjithmonë e përmend këtë në retrite. Rritja e pagës është e nevojshme. Pra nuk mund të zëvendësoj asnjë retrit. Asnjë retrit nuk mund të zëvendësoj një nevojë ekonomike të dikujt. Po këto nuk janë ekskluzivisht përjashtuese të njëra tjetrës, pa dhe paga dhe kjo. Vlera që ti merr nga një aktivitet siç është retriti, nga një aktivitet, pra vlera jo monetare, po vlera jo monetare që ti merr nga një është shumë fish më e madhe se sa një 50, 100, 200 që mund të marrësh si bonus nga ai retrit. Kjo është e para. E dyta, kemi parë që në kompani, në paga në kompani relativisht të mëdha, pra po flasim mbi 200 staff, mbi 200 persona, mbi 200 kolegë. Të mirë paguar, për shembull në IT. Po flasim individ me rroga 3-4.000, edhe 5.000 euro, të cilët në më pak se një vit lëvizin nga një kompani te tjetra, jo për shkak të pagës. Pra është tjetër gjë i motivon profesionistët në momentin që arrin një nivel të caktuar financiar. Se ti do thua, nëse unë jam në një kompani ka më pak se një vit, paguaj mirë, pse duhet lëviz? Dhe pas kanë qenë disa sektor që projektet i motivojnë, gjëja e re i motivon, aktivitetet të tilla i motivojnë, kur ti ke nevojë të zhvillohesh profesionalisht, kjo të motivon. Një herë në vit kur ti thua që unë do shkoj dhe do bëj një aktivitet që më ndihmon të njoh veten më mirë. Më jam thuaj ti çfarë çmimi do i bësh asaj dhe unë hajtë të ta jap ty rroga të, do të shtoj rrogën ose do të jap një bonus edhe ik bëje. Nëse unë jam 40 vjeç, nëse ti më thua mua do të jap diçka, falas, që ti të njohësh më mirë veten dhe këtë informacion ta përdorësh për 10 vite të ardhshme në karrierën tënde, më thuaj ti çfarë nuk e do hiç atë lekun që do më shtosh në llogarinë në fund të muajit, nëse ti më ndihmon mua si profesionist të përmirësohem, që të di kush është hapi im i radhës në karrierën time. Po, domethënë më duket shumë mendim drejt shkurtër ai që më jep ato 200.000 lekë, ose ato 100.000 lekë, ose ato 80 euro, ose 50 euro, ose sa mund të jetë. Ma shto aty dhe pastaj është pak drejt shkurtër. Është si mendim kështu si i shpejt dhe i thjesht për të parë, po vlera e një retriti, tani varet nëse retritin pastaj ti mendon që s'ka dalë mirë dhe mendon që s'ja morë vlerë, atë këto është mund të jetë një produkt i keq, dhe ndoshta ajo rroga ja vlen, por edhe ty po do të them, sot që shiko, është ky aktivitet do ndihmoj ty të njohësh veten më mirë, do ndihmoj ty që atë problem që ke me Jonelin në punë gjatë ditës do të ta eliminoj. Më thuaj disa çfarë vlerë, çfarë çmimi do i vi asaj. Varet sa do ishte konflikti mes nesh. Varet sa i madh është. Po. Jonel, falenderoj shumë sot për bisedën që bëm në Business Plus. Asi falenderoj juve.